Njoftim, rriten tarifat për aplikimet për viza në Angli apo në Mbretërinë e Bashkuar. Më poshtë po ju vë në dispozikon një informacion të përmbledhur. Kjo është një përmbledhje e tarifave të aplikimeve për viza dhe shërbime të ndryshme të imigracionit për aplikimet që bëhen jashtë dhe brenda Mbretërisë së Bashkuar, duke përfshirë aplikimet për viza turistike, punë, studime, naturalizim. Nga 9 prilli 2025, shumë tarifa do të rriten. Ja disa nga ndryshimet kryesore: 1. Viza dhe aplikime jashtë Mbretërisë së Bashkuar. Viza për vizita afatshkurtra deri në 6 muaj. Ishte 115 pund u bë 127, rritje 12 pund. Viza për vizita të gjata deri në 2 vjet. Ishte 432 u bë 475, rritje 43 pond. Viza për vizita të gjata deri në 10 vjet. Ishte 963 u bë 1059, rritje 96 pond. Për më shumë info lexoni tekstin e plot, gjithashtu mund të kontaktoni në numrin e telefonit në profil ose WhatsApp.